Paqartësitë ekonomike dhe gjeopolitike në terren, pritshmëritë për rënjen e normave të interesit nga rezerva federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe dëshira e investitorëve për të ruajtur arin përballë rënjes së dollarit dhe inflacioni ka shkaktuar një rritje të ndjeshme të vlerës së tij në bursë gjatë javëve të fundit. Vetëm në datën 20 tetor ari u këmbye për mbi $4.347 për oncë, një vlerë që ende qëndron e lartë, ndonse ka patur edhe rënje të herpashershme nga 5 deri në 7%. Jo vetëm investitorët, por edhe bankat një pjesë e rezervës së tyre e kanë edhe në ar. Shqipëria ndonse ka rreth 4.7% të rezervës totale, qëndron në vendin e 95 nga 120 vende në këtë renditje, sipas rezervave zyrtare të arit në botë. Në kohë krizash apo pasigurish financiare, rezervat e arit forcojnë besimin e publikut dhe të tregjeve në monedhën kombëtare dhe në stabilitetin e bankës qendrore. Por aktualisht, sa rezerva mban Banka e Shqipërisë 1.56 ton ndodhet në rezervat të cilat me vlerën e tregut arrin në 300 milion euro ose 4.5% e rezervës totale. Ecuria e arit ndër vite ka qenë në rritje, kështu në 8 muajt e vitit 2025, Banka e Shqipërisë ka mbajtur një rezervë prej 317 milion eurosh, rreth 28% më e madhe se në 8 muajt e parë të vitit 2024. Luhatjet në bursat ndërkombëtare reflektohen edhe në Shqipëri, sipas ekspertëve. Sot nëpër agjendaritë e Tiranës një gram flori shitet për 9.000 lekë deri në 12.000 lekë, ndërsa në gjysmë dekadën e fundit vlera varionte nga 4.000 deri në 7.000 lekë. Investimi në ar shihet si një nga format më të mira të investimeve më afatgjat sipas ekspertëve, por për ata qytetarë të cilët munden, ekspertët sugjerojnë mbajtjen e tij në mënyra që të mund ta këmbejnë më shumë në para kur të nevojitet pasi vlera pritet të rritet edhe më tej sipas tyre.